rrëzimin e qeverisë dhe për ta veshur rrëzimin e qeverisë me disa gjëra që duken çik kështu si më trendi. Ndoshta nuk ka transparencë zoti Klosi dhe ndoshta edhe gjëra të mira të lodhur nga kjo mungesë transparence thon të heqim gjitha. Po pra, tani të kërkosh që të shfuqizohet ligji i zonave të mbrojtura është mendoj që është gabim i madh, nuk po them as mungesë informacioni, as mungesë njohje, as mungesë as gjë, po them është gabim. Dhe është komplet e gabuar, por kjo është dhe gara në fakt, edhe kjo është politika. Ata mund të krijojnë një grupim që thonë që Shqipëri nuk ka nevojë për zonat të mbrojtura, ose duhet bërë gjithë Shqipëria zonë e mbrojtur, edhe të dalin në garë dhe kush fiton nga dy alternativat. Pra, po them këtë tjetrën që meqense nisi kjo si një debat për zonat e mbrojtura, pse jo, atë që ka thënë kryeministri është më se e drejtë, pra që ne kërkojmë që meqense ky debat është tashmë edhe në kuadër të parafrimit të legjislacionit të Bashkimit Evropian, ta gjykojmë atë ligj komplet në kuadër të parafrimit të legjislacionit me BE-n, standardeve të BE-s, megjithëse mund të them që të gjithë ligji funksionon dhe ka qenë i sponsorizuar, në fakt ligji kur është ngretur nuk është bërë vetëm me politikë vendase, është bërë me sponsorizuar nga Bashkimi Evropian, me fondet Bashkimit. Ka qenë projekt i sponsorizuar nga Bashkimi Evropian, pas edhe nga donatorë tjerë, që krijuan të gjithë këto agjencitë e zonave mbrojtura, krijuan të gjithë formatin. Se çfarë do të thotë zonë e mbrojtur? Zonë e mbrojtur do të thotë që është një territor i cili ka një vlerë më shumë se sa territori tjetër. Gjithë toka ka vlerë, nuk diskutohet. Diku ka minerale, diku bëhen bujqësi, diku ka një lum, diku ka një liqen. Por zona e mbrojtur është kur ka një pasuri të veçantë natyrore, kur ka karakteristika të caktuara që e bëjnë atë pak më të veçantë se sa zona tjetër, dhe për këtë arsye ne s'kemi pak, po 25% e Shqipërisë është sot zona e mbrojtur, pra ku nuk është se ndalohen ndërtimet, lejohen ndërtimet, por ka një këndvështrim ndryshe, pra ka një mbrojtje më shumë. Jo, e kuptoj, unë nuk doja të bëj këtë debatin per se, sepse do doja të kisha dhe nga pala përballë që debatit ishte më i vlefshëm. Unë dua të di Partia Socialiste, çfarë nga kjo protest po e sheh si një këmban që prit se vërtet në këtë sektor ne duhet të ulemi dhe të punojmë? Tani, është më se e drejtë kjo pyetje e juaj. Pra, Partia Socialiste, natyrisht, po t'ishte një parti tjetër, një parti e re, një parti që nuk ka eksperiencën nevojshme në këtë betejën politike të zhvillimit, do bënte këtë gabim. Pra, meqense ne fituam zgjedhjen me aq shumë vota, ne u shfaqëm shumë të fortë në garën e fundit elektorale, morëm 83 mandate, morëm 53%, fituan votën e emigrantëve, administrojmë sot 55 nga 61 bashki të vendit. Pra, po të kishim këtë ndjesinë e fitores, edhe me që fituam nuk kemi nevojë pse të hymë në debat, nuk do ishim marrë me gjërat që ne merrem për ditë, me rienergjizimin, me ristrukturimin. E ka thënë Edi Rama, e kemi thënë të gjithë lidershipi i Partisë Socialiste, marrja 83 mandateve është përgjegjësi. Tani ne e kuptojmë shumë mirë që duke qenë se kemi qeverisin qendrore dhe qeverisin lokale. Njerëzit për çdo gjë, qytetarët për çdo gjë e kanë tek PS-ja, e kanë te socialistët, e kanë te drejtuesët që kanë marrë mandatin socialist, komentin. Pra, bie shi, bie diell, ka diell, ecën turizmi, ecën pra. Jo, një sekond pra, po çdo gjë, dakord pra, dhe shërbimin, tani shërbimin e munguar. Për shembull, kjo pjesa, po dakord pra, ne po them, të gjitha këto ja kërkojmë PS-s. Dhe ne kemi marrë këtë përgjegjësi, pra, po jo vetëm që qeverisim, po qeverisim prej shumë vitesh. Dhe qeverisim edhe në pushtet qendrore, dhe në pushtet lokale, dhe çdo gjë i kërkohet PS-s. Pse bëhet një reformë, mënyra si implementohet, pushteti dhe kostoja e tij, patjetër është e kjo. Prandaj pra, ne të vetëdijshëm se kemi këtë përgjegjësi të madhe, dhe të vetëdijshëm që qytetarët na dhanë atë votë plebiscitare në një mbështetje të fortë në garën e fundit elektorale, na bëjnë që të jemi shumë më tepër kërkues karshi vetes në raport me qytetarët. Dhe besoj që ajo që ju pyetët, pra kush është raporti me protestën, janë shërbimet. Pra, fakti që ka momente që duhet na bëjnë të reflektojmë, janë mënyra se si ne i shërbejmë qytetarëve, mënyra se si i përthyejmë reformat, apo gjërat që duhet bëjmë. Padyshim ka probleme, ka shqetësime. Nuk jemi tani me që fituam, ne jemi të pa diskutueshëm. Jo, ne diskutojmë çdo shqetësim, çdo problem,
dhe përpiqemi që të bëjmë më të mirën tonë. E mira jonë, dhe duke ardhur kjo situatë që pozitivitet më mirë, gjërat vinë dhe pasaj ka dhe kërkesa më shumë. Pra asnjëherë, dhe kjo është arsye pse bie në qeverit edhe në botën e zhvilluar. Pse bie në qeverit në Amerikë, në Francë, në Itali, në Gjermani, në Angli. Keni dhe një opozit që ndoshta s'është në më të mirën e vetë, edhe kjo është një arsye që jeni në pushtet. Mungesa e opozitës është një diskutim tjetër pastaj që... Megjithatë, mbetemi pak tek Partia Socialiste se dje pash një tension mes zotit të Manja dhe Gjiknuri në Komisionin e Ligjeve, duket se ka diçka që nuk shkon, më jep fjalën, nuk ta jap fjalën, do më japësh fjalën se do ik, e mirë po ik. E them kështu, do të thënë zbardha një dialog. Si duket, ka tension në PS apo? Tension, jemi parti e përbërë nga njerëz. Nuk jemi që mendojmë, gjykojmë, ka momente dhe unë mendoj që nëpërmjet rrjeteve sociale atë debate dhe i di dy miq shumë të mirë që është zoti Gjiknuri me zotin Manja. Nuk mendoj kur që është një tension, është një moment që kjo është përgjithësia e të qenit në para kamera, që mbase transformohet një debat, një diskutim. Nuk besoj se mund të konsiderohet si një tension, po konsiderohet një ditë pune ku njerëzit janë në jetën e tyre në momente të caktuar. Nuk ka diçka më të thellë, nuk ka një divergjencë më të thellë? Duke i njohur dhe të dy kolegët që janë miq shumë të mirë të njëri tjetrit, mendoj që ka të bëjë diçka mbase me punën, me një diskutimin e atij projekt ligji. Unë nuk e di tamam për çfarë ishte debati që të marr pjesë në këtë diskutim, por për tokën bujqësore, nuk ishte dakord zoti Gjiknuri, megjithatë do donte fjalën të arsyetonte, diçka nuk ka. Prandaj nuk është se mbase s'ka qenë dakord për punë fjale, për punë procedure, po njerëz që jemi gjithkohë në kamera dhe kur jenë kamera gjithkohë, padyshim ka momente që nuk e realizon drejt atë që do të bësh. Ka diçka tjetër për te Mariana Koçekut, për te Neo Malsores në Partinë Socialiste, mori një vendim, u largua, ka arsyet e saj, nuk është dakord me mënyrën se si drejtohet Partia Socialiste, është pro protestës, etj. Jemi sikur më parë në një mazhorancë solide, me 83 mandate, 82 tashmë pas largimit të Marianës, që i kam thënë shpesh që me hapja ka pasojat e saj, pra kur zgjerohesh shumë, kur kërkon të bësh atë në fakt që qytetarët kërkojnë gjithmonë me trinj, me fundin sa më shumë trinj, fundin sa më shumë për herë të parë. Ne i bëm forumet, ne e kishim këtë para se as ta kërkonte protesta të politikë në re. Partia Socialiste para 2 vjetësh bëri proces në rienergjizimit dhe duhet thënë fakt që ne zgjodhëm nga gjithë kongresi i Partisë Socialiste, delegatët e kongresit të zgjedhur nga socialistët ishin të gjithë të rinj, që në përgjithësi mbi 95% nuk ishin qenë më përpara në kongresin e Partisë Socialiste. Zgjodhën në Asamblenë Kombëtare të Partisë Socialiste, të gjithë, të rinj të zgjedhur nga kongresi, ishin antarë të rinj të Asamblesë, që nuk ishin qenë përpara, përveç grupit parlamentar që është ex officio në parlament. Të gjithë tjerët ishin të rinj dhe kryetarëve të bashkive, të gjithë tjerët ishin të rinj. Bëm në listat e deputetëve, hapëm platformën deputetit që duam. 600 djemë dhe vajza kandiduan për platformën pa qenë kur pjesë e strukturët, pra përveç atyre që propozon të strukturët, 600 erdhën vetë, tha ne duam të jemi pjesë e kësaj platforme politike që është Partia Socialiste. Zgjodhëm në parlament një formulë 3 garimi, që të rinjt futeshin në pjesën e sigurt, Mariana ishte një nga këto deputet, dhe pastaj pjesa, ata që kishin një mandat, ishin pjesën e hapur që të bënin ngaren tyre për mbledh vota. Pra me bindje kërkojmë të hapemi dhe të gjejmë Partinë Socialiste sa më shumë qytetarët, si një platformë në cilën mund të diskutosh, mund të debatosh, mund të bësh karrierë, mund të bëhesh deputet, edhe pa qenë kur mbase të mendosh se mund të merresh në politikë. Dhe kjo hapje, dhe kjo kërkesë për të pasur sa më shumë të rinj, padyshim ka edhe këto momentet e veta që se s'ka, nuk është se ta shikosh negativisht, s'ka, mendon ndryshe, mendon që ka një moment në karrierën e saj që duhet ta zhvillojë ndryshe dhe kërkon. Keni folur me të? Keni folur me të? Jo, nuk kam komunikuar me të, kam pasur komunikim para se të ndodhte ky lagrim, nuk është se ka ardhur dhe në parlamentet në këto komisionet, nuk kam pasur një komunikim me ato. Po them që nuk besoj që
është krijuar le themi, një ndjesi që mund të largohen të nuk është Partia Socialiste, është parti e fortë, është parti e mirë organizuar, është parti që njerëzit e kuptojnë atë problematikën, edhe situatën, edhe kontribuojnë dhe besoj që ky procesi i integrimit, që në fakt është edhe premtimi jonë i madh elektoral, në çdo garë ne kemi pasur nga një premtim. Të parin ne kemi pasur në 2013, një nga ka qenë reforma në drejtësi, reforma territoriale, 2 nga reformat e mëdha që u bën, pastaj garë mbas gare kemi pasur premtime. Në 2025 njerëzit na votuan për integrimin. Pra ajo është, le themi, thelbi i bisedës. Dhe ai proces po ecën, pra ai proces po ecën më së miri, as shumë e kundërshtonin, ne e besonin, por të tjerët na kundërshtonin, nuk e bëjnë, me ja fakti është që u hapën të gjithë. Po dje dhe u mbyllën 3 kapitull. Dhe kjo është një arritje si asnjë vend tjetër. Pra, ky proces i integrimit është gara jonë. Dhe duke realizuar këtë premtim, duke besoj që kjo është lokomotiva që të rej gjithë vagonët. Pra, duke bërë procesin e integrimit, kërkohet që të rishikohet ligji zonave mbrojtura, kërkohet të shikojnë shërbime, gjërat. Një gazetar më shkruan sipas indeksit perceptimit të korrupsionit të Transparency International për vitin 2025, Shqipëria ra me 11 vende, duke u renditur e 91 nga 182 vende me një pikëzim prej 39 fraksion 100. Si ka mundësi me këtë rënje për çështjen e korrupsionit tani? Tani unë kam qëndrimin tim edhe për Transparency International, se vite më parë kam pasur pozicion që kisha komunikime dhe shikoja sondazhin, është një sondim i opinionit, edhe është një sondim, nuk hym në atë, nuk as po them se si është ai rezultat. Po di të them që aq shumë sa është bërë dhe është luftuar për korrupsionin, dhe aq shumë sa le themi ne kemi bërë, se çfarë kemi bërë për të luftuar korrupsionin. Kjo besoj është ajo që i shqetëson më shumë qytetarët. Që nga reforma në drejtësi, pra krijimi i institucioneve që mund të godasin çdo nivel, dhe të flitet për le themi ngjarje që nuk kanë ekzistuar kurrë më parë. Pra të flasësh për hetim të zëvendës kryeministrit, në detyrë, në të tjetër, të ministrave. Është korrupsioni i përditshëm, zoti Klosi. Dakord. Po s'patë mik dhe po s'dhe lek nuk hyn dot në disa institucione këtu. Në disa institucione, zgjidhja kush është, pra zgjidhja, nuk është kështu tani, megjithatë është percepcion, pra kur flitet kaq shumë për luftën kundër korrupsionit, padyshim ka ndjesinë që këtu ka një gjë, por po ti marrësh zë, tash kjo është pjesa e parë, reforma në drejtësi, pjesa e korrupsionit të madh. Po te korrupsioni i vogël, gjithë shërbimet ka kaluar online, pra në përgjithësi, ato gjërat, nuk po them që s'ka probleme, nuk se duhet të jem që tani të bëhem meme që them s'ka probleme, ka probleme, por ama shërbimet janë online, për të marrë çdo lloj shërbimi, aplikoni në celular dhe ty të vjen përgjigja. Ka njerëz që kanë vdekur pa e marrë pronën. Dakor, pra. Po ky është problem, pra, është një nga problem. Po tani, çështja e pronës që është çështje themeltare. Pra, kur kanë qenë 300 gjëra, mund të jenë zgjidhur 250, kanë ngelë edhe 50. Tani, mbas janë shtuar edhe ca tjera. Po mirë, për dakord, ky është percepcion, dhe po përpiqem të shpjegoj këtë. Pra, nuk ka më gjëra që kanë të bëjnë raportet, ka probleme pronën, po a mund të themi që janë zgjidhur jashtëzakonisht shumë probleme, janë zgjidhur probleme legalizimi. Nuk janë 1, 2, janë qindra mijë legalizime që janë zhvilluar, kanë marrë certifikat, tani kanë ngelur tjera. Vazhdon diskutimi, nuk është se është një proces që mbyllet. Do të ishte e mirë që ky proces të mbyllet, kishim një le të zgjidhej kjo gërçi pronave dhe është një nga premtimet tona, po punohet fort, është diskutuar shpesh që të zgjidhet ky problem, po fakti që mund zgjidhet ky problem ose të mbyllet procesi legalizimit, zgjidhet procesi aty ku mund bëhet legalizimi, se jo të gjitha bëhen. Dhe për sa kohë që ka me 10.000 në informacionin tim, legalizimin që nuk bëhen dot, janë ngritur mbi rrugë, mbi kolektor, buz afër rrugës, në zona ku do bëhet zhvillim, dhe nuk bëhen dot. Dhe përsa kohë ngelen këto, nuk e bëjnë dot se ka kur. Po nuk bëhen dot. Pra, ajo që është e mirë është që të zgjidhen gjëra, po dhe kur të zgjidhen këto, prap do ketë debate. Jo, e kuptoj. Dakor, duhet mbeten pak të reforma territoriale, në fakt, unë mund të them që dështoj ditën e sotme, dhe për Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, unë dan 8-8 e kam ndjekur punën e komisionit.